Finalistja e edicionit të fundit të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Egli Tako, po përjeton një moment të artë në karrierën e saj muzikore. E pranishme gjithnjë më shumë në skenën publike, ajo po tërheq vëmendje jo vetëm për vokalin e fuqishëm, por edhe për paraqitjet e saj gjithmonë më të guximshme. Së fundmi, një fotografi e publikuar nga këngëtarja në rrjetet sociale ka ngjallur reagime të shumta dhe spekulime të reja. Në imazhin ku Egli shfaqet e buzëqeshur dhe e qetë, ajo ka shkruar në përshkrim thjesht "Natën e mirë", një frazë e njohur për ndjekësit e gjestit, ish banore të shtëpisë më të famshme në Shqipëri dhe një nga thënjet e tij më karakteristike gjatë qëndrimit në spektakël. Ky detaj nuk i ka shpëtuar fansave të çiftit, të cilët menjëherë kanë nisur të spekulojnë për një ribashkim të mundshëm mes dyshes, që pas përfundimit të spektaklit kishin konfirmuar ndarjen e tyre. Dyshimet janë shtuar edhe më shumë pak ditë më parë, ku gjatë një koncerti gjesti u shfaqi në një skenë me bluzë që kishte të shtypur fytyrën e Eglit, një dhuratë nga fansat. Ai e puthi publikisht imazhin e bluzë, një veprim që shumë e interpretuan si shenjë të qartë ndjenjash të pazhdukura. Megjithse as Egli as Gjesi nuk kanë dhënë ndonjë deklaratë zyrtare lidhur me raportin e tyre aktual, postimet dhe veprimet e fundit po impajnë gjallë shpresat e fansave për një rikthim të mundshëm të çiftit, që u bë shumë i dashur për publikun brenda shtëpisë së famshme në Shqipëri. Nëse bëhet fjalë për një flirt të rastësishëm apo një kapitull të ri në historinë e tyre, mbetet për t'u parë. Ndërkohë ndjekësit janë në pritje të një reagimi të qartë nga dysha, që do të zbulojë nëse ka vërtet një afrim të ri mes tyre, apo gjithçka është thjesht një lojë me vëmendje mediatike. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.